Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Fillimisht ndiqni disa lajme shkurt. Është bllokuar i tërë procesi punues për përcaktimin e vijës së përhershme kufitare Kosovë-Mali-Zi për shkak të mos pajtimeve brenda Komisionit Kosovar Shtetëror për shënimin e kësaj vije kufitare për rreth 6 kilometra kontestuese. Pas 2 vjet pune në përcaktimin e kësaj vije kufitare, çështja e arbitrazhit po përmendet si zgjidhje nga të dyja palët. Një ditë para mbylljes së konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë akademik në Universitetin e Prishtinës kanë aplikuar rreth 17.000 maturant. Këtë vit, Universiteti Publik do të regjistroj 10.054 studentë. Një rast i pazakont ka ndodhur dje në spitalin e Ferizaj. Pacienti me inicialet AH rreth 40 vjeç ka sulmuar fizikisht ortopedin Halil Gërbeshi me arsyetimin se ai nuk po e trajtonte atë. Kjo ngjarje ka bërë që të mërkurën të protestojnë punëtorët e spitalit, duke thënë se sulmi ndaj tyre është sulm ndaj çdo jete që shpëton mjeku. Drejtori i Spitalit Rajonal të Ferizajt, Gëzim Bajrami, ka thënë se mjeku është sulmuar derisa po mjekonte një fëmijë. Policia ka arrestuar vëllain e ministrit të arsimit Lutfi Buja, i cili në dasmën e 2 djemve të ministrit Ram Buja ka shtënë me Kalashnikov. Policia e Kosovës ka ndërhyrë në këtë rast me urdhër të prokurorit dhe ka arrestuar të dyshuarin të vëllain të cilit i është caktuar ndalimi policor prej 48 orësh për vepër penale të gjuajtjes me armë. Prokuroria e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Besa Krajku, ka kërkuar paraburgim 1 muaj për të. Fillojmë me zhvillimet politike në vend. Partia Demokratike e Kosovës nuk lëshon pe për postin e kryetarit të kuvendit e as për mandatarin për krimin e qeverisë. Kreu i kësaj partie Hashim Thaçi tha se PDK dhe koalicioni i saj parazgjedhor do të propozojë dhe do të zgjedhin edhe kryeparlamentarin edhe mandatarin e ardhshëm të qeverisë. Një ditë para mbledhjes konstituive të kuvendit të Kosovës, PDK mbajti mbledhjen e kryesisë, për të bërë të ditur se është e përgatitur për seancën e nesërme konstituive të kuvendit. Diskutuam për hapat e më të tjeshëm të ndërtimit të institucioneve të vendit. Institucione këto që do të ndërtohen në përputhshmëri të plot me rezultatin zgjedhor të 8 qershorit, që përcakton qartë verdiktin e qytetarëve. Pra, Partia Demokratike e Kosovës dhe koalicioni i saj parazgjedhor do të propozojnë dhe zgjedhin edhe kryeparlamentarin edhe mandatarin e ardhshëm. Edhe nënkryetari i PDK-s Adem Grabovci këmbgul se kryeparlamentari do të zgjidhet nga radhët e PDK-s. Tha se do të ulen në ulset e fituara sipas rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit. Ne do ta propozojmë kryetarin e kuvendit, ne do ta propozojmë mandatarin dhe ne do të zgjedhim edhe kryetarin e kuvendit, do ta zgjedhim edhe kryeministrin, do ta zgjedhim edhe qeverinë dhe do të qeverisim me vendin tonë. Pas drekës që shtroi kryetari i PDK-s Hashim Thaçi për deputetët e kësaj partie, nënkryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se sonte mund të dihet kandidati i PDK-s për kryeparlamentarin e ri. Unë besoj që në orët e mbrëmjes ne do ta kemi emrin, por për shkak që kam të vërtet propozime jashtëzakonisht cilësore në brenda Partisë Demokratike të Kosovës, njerëz me kompetencë, njerëz me përvojë, njerëz me një background shumë të pasur, nuk do të jetë lehtë që të marrim një vendim meritor, por kjo do të ndodhë qoftë sonte, qoftë nesër. Krasniqi tha se PDK është relaksuar dhe nuk pret tensionin të situatës në seancën e nesërme. Në fund fare, lideri i PDK-s piu kafe me bashkëpartiakët e tij. Po aq të vendosur për postin e kreut të kuvendit janë edhe përfaqësuesit e koalicionit LDK-AK Nisma. Pas takimit që zhvilluan me përfaqësuesit e listës sërbska, ata shprehën bindjen se të gjitha minoritetet do të votojnë kandidatin e këtij koalicioni për kryeparlamentar. Isa Mustafa ndërkaq tha se nëse është e nevojshme, deputetet e këtij koalicioni do të qëndrojnë në këmbë në seancën e nesërme të kuvendit. Pas takimit të drejtuesve të koalicionit LDK-AK Nisma me deputetet e listës sërbska, Haradinaj e Mustafa thanë se ka gatishmëri të gjitha minoriteteve për të bashkëpunuar. Po, për bisedat që kemi pas me komunitetet që përfaqësojnë në kuvend, kryesisht ekziston një disponim pozitiv. Komitetet nuk dëshirojnë që vendi të shkon zgjedhje, komitetet dëshirojnë që të ketë institucione, pra janë të lodhur me zgjedhjet dhe nuk preferojnë një opsion. Edhe duke pa që ne kemi shumicën në parlament, pra shumicën shqiptare, kryesisht hetohet një disponim.
Unë mendoj se votat do t'i kemi mirë, po mos mund flas tash për ata që votojnë, sepse duhet ta respektoj edhe autoritetin edhe dignitetin e çdo deputeti, sepse çdo njeri vetë do të vendosë nesër se çfarë do të bëjë me votat. I pyetur për tensionet e mundshme në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, Haradinaj porositi deputetët që të tregojnë pjekuri politike. Nesër seancë konstitutive me krye pjesën e parë të punës, seanca, pra me zgjedhë udhëheqjen e vetë parlamenti, në mënyrë që me pasu edhe puna për qeverinë. Jo, unë muj me garantu që shko mu sjellun, unë kur ka qenë koha e trimërisë, që më konë aty, nuk i takoj qëqanave të tashëm që shesin trimni pa nevoj. Kandidati për krye parlamentar nga koalicioni LDK AAK Nisma, Isa Mustafa, tha se nëse është e nevojshme, deputetet e koalicionit do të qëndrojnë edhe në këmbë. Gjithmonë kur ka mundësi që partia parë ta bëjë qeverinë, atër qeverinë e bëjnë koalicionet në bazë të interesit që gjejnë bashkarisht dhe në këtë situatë jemi na për herë të parë në Kosovë dhe do të mësohemi me këtë situatë. A mund të ketë përplasje për ulset? Unë jam i bindur se jo. Ne në asnjë rast nuk do të bëjmë përplasje për ulset, unë jam i bindur se ne kemi përgjegjësi shumë të madhe se sa ku do të ulemi nesër në kuvend. Ne kam thënë se edhe në kom do të rrinë, por në asnjë rast nuk do të krijojmë rrethana që me pas pakënaqësi dhe përplasje, sepse edhe në kom nëse qëndrojmë mund të votojmë. I nominuari i blokut opozitar për kryeministër Ramush Haradinaj komentoi edhe kërkesën eventuale të presidentes Jajaga për interpretim të gjykatës kushtetuese se kujt i takon epiteti i grupit më të madh parlamentar. Tha se kjo çështje nuk i takon presidentës së vendit. Për marrëveshjen me blokun LDK AAK Nisma, Albin Kurti ka folur në të kaluarën. Ai këto komente i ka bërë në takimin me ambasadorin e Suedis. Ne kemi insistuar të kemi një marrëveshje të shkruar me koalicionin AAK LDK Nisma, sepse nuk duam që të kemi qeverisje të njëjtë me atë që kemi parë më herët. Ne besojmë se dy proceset që e kanë dëmtuar rënd Kosovën deri më sot kanë qenë dialogu dhe privatizimi, prandaj duam që kahja e zhvillimeve të ndryshoj. Ky është momenti më i mirë për të ndryshuar kursin e dëmshëm, ka thënë Kurti. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka bërë me dije se deputetet e kësaj lëvizje nuk do ta votojnë kandidatin për kryeparlamentar nga radhët e koalicionit LDK AAK Nisma, nëse nuk arrihet marrëveshje në mes të këtyre 4 subjekteve politike. Ndërkohë Këshilli Drejtues i Aleancës për Armërinë e Kosovës edhe formalisht votoi për nominimin e Ramush Haradinajt për kryeministër të Kosovës. Pas kësaj mbledhjeje, Haradinaj tha se nuk ka marrëveshje me vetëvendosje në këtë fazë, por sipas tij negociata do të vazhdojnë për formimin e qeverisë. Ai u shpreh bindur se nesër Kosova do ta ketë kryeparlamentarin dhe nuk do të ketë nevojë që të shkohet në zgjedhje të reja. Përderisa ende ka dilema se kujt do t'i takoj kandidati për krye parlamentar, teknikisht gjithçka është gati për seancën konstituive të kuvendit. Tashmë ka përfunduar procesi i regjistrimit të deputetëve të legjislaturës së 5 të Parlamentit të Kosovës. Sipas sekretariatit të kuvendit, të 120 ligjvënësit e rinj kanë kryer të gjitha procedurat për regjistrim si deputet të kuvendit. Në seancën e nesërme konstituive në rend të ditës janë 4 pika. E para ka të bëjë me formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe të mandateve të deputetëve. Pika e dytë është dhënia e betimit të deputetëve. Në pikën e tretë është njoftimi për formimin e grupeve parlamentare, ndërsa në pikën e katërt është zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe e nënkryetarëve. Për të folur rreth situatës së krijuar në vend një ditë para seancës konstituive të legjislaturës së 5, ftuar në studio është Ilir Deda nga Lëvizja Vetëvendosje. Zoti Deda, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjej. Zoti Deda, apo na shpjegoni se ku ngecën bisedimet e nisura një muaj më parë ndërmjet koalicionit LDK AAK Nisma dhe vetëvendosjes dhe a do të votoni nesër për kreun e kuvendit? Faleminderit në pyetje. Ajo që ka qenë pika e fundit e këtij procesi ka qenë takimi i grupit punus ditën e hane, edhe kanë me 2 pika të cilat nuk janë dakordu, edhe grupi punus i vetëvendosjes dhe blokut LDK AAK Nisma janë marrë vesh që ato 2 pika të zgjidhen në takimin e liderëve, siç kanë thënë ata që do të mbahet ose të hanën mbrëmje ose gjatë martës. Cilat janë ato 2 pika? Nëse mund na i konkretizoni. Propozimi i blokut opozitar që Lëvizja Vetëvendosje të udhëheq dialogun me Serbinë, dhe e dyta është kërkesa e Lëvizjes Vetëvendosje që
marrëveshjet me Serbinë të dërgohen në Komisionin e Venedikut, antar i cilit është edhe Kosova, edhe gjitha shtetet në BE, në kontinentin evropian, duke edhe shtetet e bashkuara. Do me thonë, këto dy pika kanë me të pa dakorduara dhe vetëvendosja prit hanës mazdite, po e pret thirrjen nga ana e bllokut opozitar që të takohen dhe që lider të takohen dhe që të dakordohen këto dy pika. Do me thonë, këtu ka me të gjitha. Do me thonë, këto dy pika e kanë bllokuar procesin që ju të arrini marrëveshje me këtë koalicion? Apo i keni ndryshuar edhe ju ndoshta qëndrimet, sepse kemi lajme të ndryshme nga dita në ditë? Nuk ka ndryshim qëndrimeve, janë këto dy pika, cilat kanë qenë pika cilat janë diskutuar një muj ditë, edhe unë veç muj me të regu që ka ndodhë faktualisht. Fakti ka qenë që grupi punus është marrë vesh që lidert me u taku, lidert nuk janë taku, vetëvendosja edhe sot... Pse nuk janë taku? Nuk e dim, kjo më varet për Treshës LDK-a Nisma, ata kanë pas me iniciu takimin me vetëvendosjen. Dhe nuk e kanë ftuar? Jo, nuk e kanë iniciu takimin dhe ajo që ka është pak e çuditshme, është që ne marim vesh për mediave që në këtë fazë nuk ka marrëveshje, ajo nuk është tanë në takim, dhe më thonë neve na kanë metë fjalët e përbashkëta të 4 subjekteve politike, është që duhet ketë takim të liderëve, me inicim të blokut të Treshës politike. Tash ne kemi metë në pritje të kësaj ftese, po me qëndrim shumë të qartë. Vetëvendosja nuk është ajo që po e blokon arritjen e një marrëveshjeje? Absolutisht jo. Ne jemi duke prit ditës të hane, ne jemi të prit inicimin e takimit nga Treshja opozitare, apo LDK-a Nisma, të takimit me Albin Kurtin. Të më thonë, lider duhet të takohen me ftesë të Treshës. Kjo është marrëveshja dhe kjo ftesë nuk po ndodhë. është pak e çuditshme që çka po marrim vesh është pri deklaratave në media të liderëve të LDK-s dhe AK-s se nuk ka në këtë fazë marrëveshje, në rregull, po ne jemi duke e prit atë ftesë. Po, a mund thuhet se një marrëveshje e tillë po shkon drejt dështimit, pasi që jemi shumë pak orë para seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës? Pa ajo si po duket është që kanë vendos, edhe si kanë thonë zyrtarët e Aleancës edhe të LDK-s, që ata do të provojnë të shohin a mundin me komunitetet e bashkësive etnike të kenë shumicën. Nëse kjo është rruga cilën ata e kanë zgjedhë, le të provojnë nesër. Po diçka që e kanë ditë që një muj ditë është që vetëvendosja nuk mundet pa marrëveshje të shkruar të përmba të votoj as nesër e as qeverinë e ardhshme. Dhe kjo nuk është diçka e re, është më shumë se një muj ditë faktikisht në diskutime ndërmjet 4 subjekteve dhe nuk ka asgjë të re. Më thonë nuk është befasi për askend dhe e kemi thonë edhe sot, ne nuk do ta përkrojmë nesër kandidatin e LDK-s, AK-s dhe Nismës, sepse nuk ka marrëveshje të shkruar. Keni thënë se pa marrëveshje nuk e votoni kreun e propozuar për kryeparlamentar, faktikisht personin e propozuar për kryeparlamentar të Kuvendit të Kosovës, këtë rast që është Isa Mustafa. E qartë. Po ajo është thonë edhe në takim, edhe është thonë jo një herë, po shumë herë në 4 javë të fundit, kështu që nuk ka befasi. Keni thënë po ashtu se nuk do të ketë thaçi 3, a do të ketë qeveri pa vetëvendosjen, apo përjashtoni ju në këtë rast si subjekt politik për krijimin e qeverisë së re? Po ne jemi edhe iniciues të mos krijimit të qeverisë thaçi 3, dhe atë që ka kemi dashur dhe ende duam është që për herë të parë, të paktën në këto 15 vite, forcat politike në Kosovë të ulen vetë, ta shkruajnë një program bazat apo parimet e një qeverisjeje, me cilat do të nxjerrim Kosovën prej pozitës cilën është. Kosova është pozitë keqe për shkak të kapjes shtetit për anës PD-s, dhe ne mendojmë që nëse ekzistojnë parimet qeverise, ku gjithë do të akordohemi dhe të nënshkruara dhe të sqarojmë edhe popullit le të sheh për çka mi marrë vesh, dhe të punojmë që të imbrim këto objektiva, që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, nëse janë mas 2 viteve apo mas 4, atë ketë me të vërtetë zgjedhje të lira demokratike dhe që në Kosovë mos ketë zaptim të shtetit dhe institucioneve shtetërore nga ana e krimit të organizuar, e të njëjtën kohë që të vjen deri te një fillim i luftimit
apo të ketë një luftim të pa kompromis të korrupsionit, krimit të organizuar, që të ketë hetim të privatizimeve diskutabile në Kosovë, që e bën çdo shtet normal, dhe që të ketë një dialog në funksion të forcimit të subjektivitetit shtetit Kosovës, me BE-n dhe nëpërmjet BE-s, me bazë kritereve me BE, të BE-s vetë, të fshinësisë të mirë edhe me Beogradin. Po jo këtë çka kemi pas deri tash. Zoti Deda, a mendoni se bloku LDK-AK Nisma do ta formojë qeverinë me pakicat pa lëvizjen vetëvendosje? Ju jeni shprehur kundër përfshirjes së pakicave. Jo, nuk ka pas shprehje kundër. E garanton edhe kushtetuta. Jo, nuk ka pas shprehje kundër përfshimit të pakicave, sepse ajo është kategori kushtetuese. Për neve është shumë brengose që Beogradi po bëhet hisedar në zhvillimin politik të mrenshëm në Kosovë, po ajo a do të ketë qeveri me pakica pa vetëvendosje, nuk më varet për vetëvendosjes. Me thonë, ne i kemi bërë gjitha, çka është e mundun, me u parafru me... Është krijuar një opinion i përgjithshëm se lëvizja vetëvendosje është ajo që po e bllokon procesin këtë rast, domethënë arritjen e një marrëveshje për ta larguar qeverinë aktuale. Nuk mundemi ne me blloku diçka që kemi inicu vetë, çka është në interesin e Kosovës, cilën ne mendojmë. Ajo çka është e vërteta është që vetëvendosja prit hanës po e pret thirrjen nga ana e Aleancës, LDK-s dhe Nismës për takimin cilën ata kanë thënë se do ta bëjnë. Po tërheqet ky blok, ose pse ju nuk po i kontaktoni vetë ata për të pyetur se ku qëndron problemi, a mendoni se ata janë tërhequr nga lëvizja vetëvendosje, ka zëra se Bashkia Ndërkombëtare nuk e mbështet vetëvendosjen në qeveri? Jo, nuk është ashtu. Të paktën kështu thuhet. Jo, ka qenë një lajm. Qëndrimit juaj kundër dialogut me Serbinë, gjë që Bashkia Ndërkombëtare e përjashton kategorikisht. Nuk është e vërtet. Dje ka qenë një lajm i cili është i paverifikuar dhe nuk është i vërtet. Nuk ka intervenim dhe inxhiniering tillë nga ana e Bashkisë Ndërkombëtare. Ajo që ka bërë Bashkia Ndërkombëtare është e ka leju Kosovën vetëm me u marrë vesh. Çfarë qeverisje do? Në takim me Viktoria Nuland, jo si lëvizje vetëvendosje. Sepse ka ndru kalendari apo agenda në momentet e fundit, apo në ditët e fundit, po kjo është çështje tjetër, po nuk është korekte, nuk do të jetë korekte me hy ma thellë në këtë çështje, po ajo është agenda ka ndru në fund. Dhe nuk ka armiqësi çfarë po portretizohen në media. Nuk ka antagonizëm tillë. Kjo situatë apo e çon Kosovën drejt zgjedhjeve të reja, drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Nuk kam lëvizjes vetëvendosje. Ajo që ka muj me të regu është në këtë një muj e sa, në 5 javë ditë, vetëvendosja i ka marrë shumë hapa që mi u afru LDK-s, AK-s, Nismës. Ne jemi të regu jashtëzakonisht përgjithshëm edhe të pjekum politikisht që me nxjerr Kosovën prej krizës, edhe mos me armiqsu, as mos me rreziku partneritetin me Bashkinë Ndërkombëtare. Ajo që ka metë në fund është që marrëveshja e grupit punues, edhe po e përsëris shumë herë, sepse nuk po dalin informatat e sakta në opinion publik, ditën e hane, vetëvendosja, apo të 4 subjektet politike, janë marrë vesh që të hanën mramja, apo gjatë martës, të ketë lider, të ketë takim të liderëve të partive politike, që do të inicohet prej treshës blokut, blokut LDK-AK Nisma. Kjo ftesë nuk ka ndodhur, ajo që po shohim ne janë deklaratat në media, cilat thonë se në këtë fazë nuk ka marrëveshje. Në rregull, ne jemi duke e prit atë ftesë dhe që ti sqarojmë edhe këto 2 pika, cilat kanë me të pasqaruara dhe cilat duhet sqarohen në takimin e 4 liderëve. Po pse ju vetë nuk po i kontaktoni ata për t'i sqaruar gjitha këto dilema që janë ngritur? Sepse me kërkesë tyne është thonë që ata do ta inicojnë. Dhe ekziston një korektësi e komunikimit, rregullat komunikimit, cilat janë vendosur. Po ato që ka më thonë, është që insistuesi më i madh për takime të shpeshta, ka qenë vetëvendosja në këto 5 javë ditë. Ne kemi insistuar që ta dakordohemi sa më shpejt, dhe kemi insistuar që mos të vjen momenti që deri në fund të vim në këtë pikë, sepse kemi pas frikë që do të vrim të pika ku jemi ne sot, kemi dashur që të miremi vesh shumë më herët se sa që jemi tash, dhe që takimet të kenë, do me thonë, të jenë më përmbajtësore, më të shpeshta, dhe që të gjitha dallimet ti mënjanojmë në përmjet takimeve të shpeshta. 5 javë ditë kanë kalu, ajo që ka ndodhur është që tek të shtunën, para 4 ditëve, kemi marrë përgjigje me shkrim prej
subjekteve tjera dhe është punu shumë d'akordim të kësaj kornizë parimeve qeverisë, cilat ne kemi vendosur për fillimit, sepse mendojmë se si çdo vend tjetër në Evropë, po edhe në vendet me demokraci të zhvillume, veç për sqarim opinionit publik, partia e kancelarës Merkel dhe Partia Socialdemokrate në Gjermani kanë diskutu 3 muaj ditë për program qeveris dhe kanë një dokument qeveris me 100 faqe. Me thonë, pse duhet me qenë diçka e pazakonshme në Kosovë, që subjektet politike me u taku me marrë vesh për parimet qeverise. Nas kemi thonë, po dojmë 100 faqe, po mirën vesh, nuk më varet prej neve. Kjo e gjithë procesi më varet prej LDK-s, AK-s dhe nismës. Presim që deri nesër do të hiqen gjitha këto dilema. Faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedë. Faleminderit. Në gjykatën themelore në Mitrovic vazhdoi gjykimi ndaj grupit të Drenicës të akuzuar për krime lufte. Gjatë seancës së sotme, dëshmitari A përmes videolidhjes u mor në pyetje nga avokatët e të akuzuarve. Më pas, seanca u ndërpre për shkak të problemeve shëndetësore të Samilu Shtakut. Marrja në pyetje e dëshmitarit A nga avokatët e të akuzuarve do të vazhdojë në seancën e nesërme gjyqësore. Përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dëgjën librin e Veton Surrojit, Këmbët e Gjarprit. Thanë se ky libër mohon luftën e UÇK-s. Këtë veprim ata e ndërmarrën pas homazheve të varrezat e dëshmorëve në Ferizaj me rastin e përvjetorit të rënjes së dëshmorit Nazmi Uksmajli. Unë mblodhëm për të përkujtuar dëshmorin e rënë në luftën në fundit të UÇK-s Nazmi Uksmajli, por përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës tërhoqën vëmendjen e të pranishmeve duke djegur librin Këmbët e Gjarprit të Veton Surrojit dhe disa botime të gazetës Koha Ditore. Thanë se po bëjnë këtë akt pasi nëpërmjet këtij libri, autori e mohon luftën e UÇK-s. Njerëz që janë kundër lirisë, njerëz që janë kundër dëshmorëve, nuk e kanë atë të drejtë ta kurzumëllërinë, por edhe ata duhet ta pësojnë. Aludimi është i qartë që nëse e mbjell erën, e kur fortunën, ai duhet ta kur fortunën. Veprimet e tilla përfaqësuesit e OVL UÇK-s thonë se i bëjnë për të mbrojtur vlerat e luftës së UÇK-s. Është dita e veteranit dhe të gjithë veteranët, invalidët e luftës, familjet e dëshmorëve e ndjejnë veten shumë të fyer kur abuzohet me luftën, kur abuzohet me varrezë dëshmorë, me dëshmorë, kur abuzohet me gjymtyrët e lëna në fund të luftës, kur abuzohet lufta për liri, kur abuzohet edhe liria e vetë poetit e që nuk ja di vlerën e lirisë. Ndërsa autori i librit Këmbët e Gjarprit Veton Surroj shkroi në Facebook se njëherë i djegin librat, pastaj i veshin këmishat e zeza. Aktin e djegjes së librit të Veton Surrojit e ka dënuar Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke konsideruar këtë akt si sulm që e rrezikon lirinë e fjalës dhe lirinë e shprehjes dhe kërkon nga organet përgjegjëse që menjëherë të nisin hetimet për këtë rast. Djegja e librit qoftë edhe si simbolik është porosi e keqe për demokracinë. Pavarësisht përmbajtjes së librit të Veton Surrojit që dikujt mund të mos i pëlqejë, djegja e librit nuk arsyetohet me asgjë aq më parë që ka rrugë ligjore për kontestimin e përmbajtjes së këtij libri apo ndonjë publikimi në rast se vlerësohet se përmbajtja është e pavërtetë, fyese, përjashtuese apo nxitur rrethje racore, fetare e tjerë, thuhet në reagimin e këtij këshilli. Gjendën mbetje mortore në fshatin Rezall të Drenicës. Sot në mëngjes, një grup mjekoligjorësh ka nisur gërmimet në këtë lokacion me dyshimin për një varrezë masive. Në Rezall dyshohet se gjatë luftës në vitin 1999, forcat serbe të sigurisë kanë ngroposur disa shqiptar të këtij fshati apo të rrethit të Drenicës. Për të diskutuar rreth këtyre gjetjeve, kemi të ftuar në studio zoti Prenk Gjetaj, udhëheqës i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur. Zoti Gjetaj, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjej. Zoti Gjetaj, na sqaroni çka u gjet në Rezall, për çfarë mbetje dyshohet? Ekipi Departamentit Mjekësisë Ligjore që 2 ditë gërmon atje
për të vlerësuar a mund të ketë mbetje mortore, sepse me 5 prill 1999 ka ndodhur masakra e njohur e Rezallës, ku 42 persona civil janë vrarë dhe masakruar dhe janë groposur, nuk janë varrosur. Pas 3 javë janë nxjerrë aty, nga aty dhe janë drejtuar në drejtimet pa njohura. Kështu që tash rezultatet dhe analizat e para po tregojnë se grupi i Rezallës mund gjendet në Rudnicë, sepse 2 identifikimet e para për 2 personat që janë gjetur me 13 ditor kanë rezultuar të jenë të Rezallës dhe po shpresojmë që edhe të tjerët mund të jenë atje. Mirë po, pasi që Rezalla ka qenë vendi i parë i krimit dhe varreza primare, është dashur patjetër të vlerësohet, të gërmohet, mos ka mbetë ndonjë mbetje mortore dhe që 2 ditë është groposur ai vend, është gërmuar dhe ka pas edhe eshra të kafshë. Mirë po, në orët e pasdites është hasë në pjesë shumë të vogla kockore me origjinë njerëzore dhe aktivitetet gërmuese do të vazhdojnë edhe nesër për të përfunduar nesër apo deri në përfundimin e plotë dhe mbylljen e këtij lokacioni. Po, për sa viktima dyshohet se janë të groposura në këtë lokacion? Shikoni, aty 42 persona janë vrarë me 5 prill. 2 persona kanë rëshqit nga kur i kanë bërë transportimin, janë quë në drejtim tjerë të pa njohur, a ka mbet ndonjë pjesë, mbetje mortore njerëzore aty, tani do të verifikohet. Këto gjetje tani janë shumë të vogla, po ndoj pjesë kockore, ka dhe predha, si dëshmia asaj që njerëzit janë ekzekutuar aty, dhe do të shohim analizat do të tregojnë të vërtetën. A keni elemente apo dëshmi përcjellëse se gjetjet mortore u takojnë shqiptarëve, apo mund të jenë edhe Po, nuk ka dyshim se këto mbetje mortore janë të gjithë nga komuniteti gjithësisht shqiptare, përkatësisë etnike shqiptare. Kur pritet të bëhen analizat e ADN-s për identifikimin? Po shikoni, të rastit të Rudnicës veç janë dërguar në Bosnë e Hercegovinë, gjithësisht në laboratorin e Tuzlës. Presim tani në gjysmën e gushtit të rezultatet, janë dërguar mostrat e 165, 56 mostra, tani presim rezultatet. Rezultatet sigurisht se do të tregojnë edhe identitetin e saktë të personat të cilët përfaqësojnë këto mbetje mortore, të cilat gjenden në morgun e improvisuar në Rudnicë, tani veç të njohur, ku edhe punimet janë ndërprer me 3 korrik, me arsyetim se mungojnë mjetet financiare, donacionet, me shpresë që të vazhdohet më të tjerë, na kemë alarmuar. A ka sinjale se mund të vazhdoj gërmimi atje i ndërprer ditë më parë me urdhër të autoriteteve serbe? Si qeni të tuar, lokacioni primar, numër 1, është përfunduar dhe janë ato gjetjet të cilat veç i kemë prezentuar, 25 trupa të kompletuar dhe pjesë kockore mbi 80. Tani, po mendoj, është vlerësuar dhe lokacioni numër 2, nuk ka pas gjetje, ka pas për të filluar me diku fillim të korrikut pas përfundimit lokacionit numër 2, edhe lokacioni numër 3, por për çudi ju jeni të njoftuar dhe opinioni është se në mënyrë të njanshme, në mënyrë pa arsyeshme, pala serbe ka ndërprer me qëllim të përfitimit të donacioneve. Tani shohim se a do të vazhdojnë javën e ardhshme sipas premtimeve. Po. Zoti Gjetaj, faleminderit që ishit në studion tonë për Përshëndes. këto informacione. Faleminderit. Uniforma e gardës ceremoniale të Forcës së Sigurisë së Kosovës me elemente etnografike shqiptare u komentua në mënyra të ndryshme. Disa e mirëpritën atë e disa e kundërshtuan. Kronika e Burim Zariqit sjell hollësi.
Antari i kryesisë e kuvendit nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka postuar në Facebook reagimin e tij në lidhje me uniformën, duke thënë se Kosova duhet ta respektojë vizionin e saj për një ushtri moderne dhe jo të degradohet puna e mira ushtarëve e oficerëve që tash e sa vite kanë punuar për të përmbushur kriteret dhe standardet e nivelit të NATO-s. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, po ashtu në Facebook. Grabovci thot se garda ceremoniale e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të jetë krenare dhe të mbajë kokën lart me bartjen e kësaj uniforme. Grabovci shtoi se garda e FSK-s është krenaria dhe siguria e kombit. Dizajnimi i uniformes së gardës ceremoniale të FSK-s me elemente tradicionale është iniciuar nga ministri i FSK-s, Agim Qeku. Major Remzie Zeqiraj, zyrtare në FSK, thot se propozimi për këtë uniform ka kaluar në të gjitha procedurat e rregullta të prokurimit dhe nuk ka pasur kundërshtime as nga minoritetet që janë antarë të komisionit. Nuk ka pas asnjë reagim ose kundërreagim rreth kësaj çështje. Dje keni pas rastin, ose gjithë na kemi pas rastin që edhe pjesëtarët minoritare kanë pasur veshën uniformën e re dhe është uniformë e cila veç se ka hyrë në përdorim në një rast jashtëzakonisht të veçantë. Dje kemi pas musafir Zavans, komandantin suprem të NATO-s, dhe ai e ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë duke në uniformës. Uniforma e gardës ceremoniale të FSK-s ka elemente të rajonit të Drenicës, thot Besar Tareqica, shefe e sektorit të etnologjisë në Muzeun e Kosovës. Më tepër përfaqëson krahinën e Drenicës, mirë po e hasim edhe në krahina tjera të Kosovës. Është praktike shumë shteteve që përmes kësaj forme të identifikojnë shtetësinë e tyre. Ma solemne dhe ma përfaqësuese kishte me qenë sikur ky kostum tradicional të ishte me ngjyrë të bardhë, do më thonë tërësisht e punuar në Prishgunit, sepse mbulon gjithë hapësirën e Kosovës dhe më gjerë. Edhe është një veshje ma solemne. Qytetari Faik Hyseni e quan vendim të duhur bartjen e uniformes me elemente tradicionale. Po për qatë moment është mirë, që ajo tradicionale dhe më që vjen dikush në musafir, be për cilje banë është mirë, be tregu kombin shqiptar, çfarë veshje kemi pas përpara. Zyrtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se uniforma e gardës ceremoniale të FSK-s, që përmban elemente tradicionale, shumë shpejt do të dizajnohet edhe për pjesëtarët e FSK-s. Rëndësi ka që FSK po aftësohet në të gjitha fushat. Grupi i parë prej 17 pjesëtarëve të batalionit të Gjenjos në kuadër të brigadës për mbështetje operacionale të FSK-s kanë përfunduar me sukses të gjitha testimet për operator të makinerive të rënda pas 3 javëve të trajnimit të bërë në qendrën e trajnimit në Kek. Përmes këtij trajnimi dhe certifikimit të pjesëtarëve të FSK-s u mundësohet të marrin pjesë në projekte dhe aktivitetet të ndryshme, duke përfshi edhe ato me karakter ndërkombëtar jashtë vendit. Antarë të shoqatave të dala nga lufta, disa raste sociale dhe persona me nevojat e veçanta morën çelësat e shtëpive të reja që u ndërtoi komuna e Ferizajt. U theksua nevoja edhe për zgjidhjen e çështjes së banimit për të gjitha kategoritë e rrezikuara të shoqërisë. Një nga 52 përfituesit e banesave, veterani luftës së UÇK-s, Zekria Qerkini, shprehet i gëzuar për banesën që është ndarë, ndërsa rrëfem për jetën që ka bërë deri tani. Unë jam shumë i kënaqur, shumë i gëzuar për që kemi përfituar si kategorinë dolën nga lufta. Tash na ka lehtësu jeta, kemi hapësinë pak më shumë. Në ata desot që kemi qenë ka qenë 42 metra katror. Tash është më e madhe. Përveç veteranëve të luftës, përfitues të banesave janë edhe personat me nevoja të veçantë. Në ceremoninë e dhënies së çelësave përfituesve të banesave, kryetari i Ferizajt, Muharrem Sfarqa, përmendi edhe problemet që ekzistojnë në një kontest mes ish-pronarëve dhe përfituesve për 7 banesa që i ka ndarë komisioni komunal. Kontestet rreth këtyre çështjeve kanë të bëjnë ekskluzivisht me trashëgiminë e problemeve, të cilat nuk është kompetent me i zgjedh kuvendi komunës, por instancat më të larta
gjyqësore. Por kreu i komunës së Ferizajt siguroi përfituesit se deri në zgjidhjen e kontesteve do të sistemohen diku tjetër për banim. Ai njëherësh vuri në pa edhe problemin me 30 banesat e uzurpuara publike në këtë komunë, për të cilat do të fillojnë procedurat për ndarjen e tyre për të gjithë ata që kanë nevojë. Shtëpitë e reja do të ndërtohen edhe për disa familje në komunën e Graçanicës. Ministri për komunitete dhe kthim Dalibor Jeftić dhe kryetari i kësaj komune Branimir Stojanović nënshkruan memorandum për ndërtimin e 5 shtëpive për, siç thuhet, familjet e rrezikuara në këtë komunë. U tha se ndërtimi i këtyre 5 shtëpive është treguesi i bashkëpunimit të mirë me komunën e Graçanicës dhe se kështu do të vazhdohet edhe në të ardhmen për të zgjidhur problemet e qytetarëve të kësaj komune. Kalojmë në një tematik tjetër. Shqipëria dhe Kosova i kanë të gjitha mundësitë për të furnizuar me produkte të qumshtit, jo vetëm tregun vendës, por edhe vendet të tjera të rajonit, duke eliminuar në këtë mënyrë edhe produktet e importit. Kështu është thënë gjatë një takimi në Tiranë ndërmjet përfaqësuesve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës dhe të Ministrisë së Bujqësisë të Shqipërisë. Pas takimit me delegacionin nga Kosova, Ministri Shqiptari i Bujqësisë Edmond Panariti ka thënë se kërkesat për import të qumshtit shqiptar janë në rritje, ndaj dhe qumshti shqiptar duhet të spostojë gradualisht produktet e importit që aktualisht mbizotrojnë në tregun e Kosovës dhe Shqipërisë. Ministri Panariti ka shtuar se Shqipëria mund të jetë një platformë për Kosovën, duke vënë në dispozicion portet e saj për të eksportuar qumshtin shqiptar në vendet e treta. Po flas për qumësht shqiptar, jo për qumësht të Shqipërisë dhe të Kosovës, i cili duhet identifikohet si tillë, pasi prodhohet në hapësira shqiptare dhe duhet tregtohet si tillë. Dhe ky qumësh duhet spostoj gradualisht qumështin e importit, i cili për fat të keq vazhdon të mbizotrojë qoftë në Kosovë që në Shqipëri, dhe natyrisht me ofertën tonë konkurruese do të bëjnë të mundur që të dominojë prodhimi shqiptar, po pse jo, edhe me politika dekurajuese në ndihmë të fermerëve dhe të përpunuesve të qumshit në mënyrë që qumshi shqiptar të jetë i pranishëm. Ndërkohë ne diskutojmë edhe për mundësi të mëdha për eksport. Shqipëria mund të jetë një platformë për Kosovën, duke vënë në dispozicion portet e saj për të eksportuar qumshin shqiptar në vendet e treta. Ka kërkesë në rritje për import të qumshit, por me një përpjekje tonë përbashkët mund ta bëjmë që kjo të bëhet një realitet. Ndërsa kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë së Kosovës, Valdet Gjinovci, ka thënë se Kosova i ka të gjitha kapacitetet për të qenë konkurrente në produktet e qumshtit, ndaj edhe në këtë drejtim po diskutohet një platformë e përbashkët mes autoriteteve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Mundësit, kapacitetet të gjitha janë, mirë po jemi neve ata si institucionet e cilët duhet i forcojmë të urat e bashkëpunimit, gjithherë në rritje dhe këmbim të përdorimet e produkteve tona, produkteve shqiptare, dhe të bëhemi konkurrentët për produktet të cilat vijnë nga importi. Nuk është të thënë se vetëm të prodhojmë vetëm për prodhimin vendor apo vetëm për konsumatorë vendor, mirë po duke bërë një platformë të përbashkët apo strategji të përbashkët në këtë rast, të jemi edhe konkurrent edhe për produktet e importit, mirë po edhe pse jo edhe të eksportojmë produktet tona shqiptare, në këtë rast produktet e qumshtit. Kosova ka avancuar në këtë drejtim, sidomos industria e përpunimit të qumshtit ka avancuar, ka kapacitetet, ka potencialet dhe pikërisht për atë arsye sot kemi sjellë edhe grupin e prodhuesve dhe përpunuesve, operatorët e biznesit në këtë rast, të cilët do të kontaktojnë direkt edhe me operatorët e biznesit në Shqipëri dhe do të shohin edhe rrugët e bashkëpunimit, mundësinë e bashkëpunimit dhe mundësitë edhe të tregtimit të këtyre të produkteve të qumshit në këtë rast, apo të qumshit dhe të ngrisim edhe kapacitetin për eksport, pse jo edhe në vendet e treta. Me takimin e sotëm në Tiranë dhe ati të mëhershëm në Prishtinë, autoritetet e ushqimit dhe të veterinarisë të Kosovës dhe të Shqipërisë kanë hedhur hapat e parë të bashkëpunimit mes tyre edhe për të diskutuar pikërisht mbi përhapjen e produkteve shqiptare në trejet e të dyja vendeve, por edhe më gjerë. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës në 6 mujorin e parë të vitit nga investimet në tregjet financiare ka shënuar një fitim bruto prej 32 milion euro. Në po këtë periudhë, Fondi i kursimeve pensionale ka investuar në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës rreth 64 milion euro. Të dhënat u prezantuan në konferencën për media me çfarë u tha edhe raporti i aktiviteteve kryesore për periudhën e 6 mujorit të parë të vitit 2014.
Ky sukses sipas kryesuesit të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale Ymer Havolli erdhi kryesisht nga investimet në fondet investuese në tregjet e aksioneve. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës e përfundoi gjysmëvjetoren e parë të vitit 2014 me një rezultat të kënaqshëm të kthimit nga investimet në tregjet financiare dhe globale. Vetëm nga investimet e mjeteve u bë mundur që vlera e kursimeve pensionale të kontributdhënësve kosovar të rritet bruto për 32 milion. Do të thotë kthimi nga investimet është 32 milion euro. Ky është gjithsesi një rezultat shumë i kënaqshëm dhe bordi drejtues si dhe menaxhmenti i fondit kursimeve pensionale të Kosovës shprehin kënaqësinë që nëpërmes jush tua komunikojnë kontribuesve këtë lajm të mirë. Përveç investimeve në tregun financiar global, në fund të këtij 6 muajori, fondi kishte të investuar në letra me vlerë të qeverisë së Kosovës rreth 64 milion euro, ndërsa ndikimi i investimeve në Kosovë në kthimin bruto nga investimet që janë bërë në këtë 6 muajor është 456.000 euro. Nga ana tjetër u vlerësuan të suksesshme prurjet e kontributeve pensionale nga të punësuarit në vend dhe se vlera e këtyre mjeteve të akumuluara arrin shumën prej 62 milion euro për 6 muaj, me çka mjetet nën menaxhim arrin shifrën prej 996 milion euro. Ndërsa në 2 korrik të këtij viti, fondi për herë të parë prej themelimit ka tejkaluar shifrën prej 1 miliard euro mjete në menaxhim. Ndërsa duke folur për premtimet që kanë dhënë partitë politike për fushatë, duke premtuar kthimin e fondeve në Kosovë, Ymer Havolli ka thënë se mbi të gjitha duhet ruajtur interesin e kontribuesve për kursimet e tyre dhe se ata do të veprojnë vetëm në bazë të ligjit. Ne jemi duke zbatuar mandatin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, do të thotë në bazë të ligjit mbi pensionet e Kosovës dhe çdo hapësirë që e lejon ligji i aprovuar nga ky kuvend, që ne jemi të mbikëqyrë përsëri po e them nga ky kuvend, bordi drejtues i fondit të kursimeve pensionale të Kosovës ka me marrë në shërtim ato kërkesat, normalisht duke pa përsëri interesin e kontribuesve. Ndryshe fondi i kursimeve pensionale për këtë vit ka shpaguar rreth 8 milion euro në emër të 2429 të përfituesve të pensionit, ndërsa prej themelimit e deri në fund të 6 muajorit të parë të vitit 2014, fondi ka shpaguar rreth 47 milion euro në emër të 22.932 përfituesve. Blerona Zeqiri është në studio për zhvillimet në kulturë. Bleron. Nisim për mbledhjen e lajmit të redakcisë kulturës me këtë lajm. Ato shtrihen pak kilometra larg qytetit së Dragashit, janë rrugët të cilat janë të asfaltuara, por për të ngjitur në maj atje, ku edhe gjendet liçeni Shutmanit, të duhen rreth shtator. Këto janë bjeshkët e Brodit, të cilat i ka vizituar gazetarja Edona Demiqi, nga ku edhe na ka sjell një kronik. Rreth 30 minuta larg qytetit së Dragashit, gjendet Brodi, i cili është njëri ndër fshatrat më piktoresk që ka Kosova. I vendosur në zemër të bjeshkëve të mëdha të Sharit, Brodi paraqet një atraksion të vërtet për vizitorët. Vendi është i jashtëzakonshëm. Unë për veten time ngela i mahnitur. Synimi ynë ishte që të arrinim tek liçeni i Brodit, të cilin pak njerëz kanë pasur mundësi ta shohin nga afër. Për të shkuar deri tek ky liçe, shtigjet janë me të vërtetë të mundimshme, por pamjet që të ofrojnë gjatë gjithë kohës këto bjeshk të bëjnë që të arrosh edhe vështirësitë më të mëdha. Përveç bjeshkëve të larta, ju do të mund të shihni edhe lumin, i cili rrjedh që nga lartësia e bjeshkëve, e që është një vend ideal për të freskuar. E bukurisë së lumit i bëjnë rivalitet edhe rrjedhat e shumta të ujit, të cilat krijojnë ujvara të vogla, uji të cilave është shumë i pastër dhe i ftohtë. Në bjeshkët e Brodit nuk ka drunj të lartë, përveç ndonjë shkurre të vogël të cilat mund t'i hasni shumë rrallë. Edhe pse nuk janë të pasura me drunj, kullosat e bjeshkëve të Brodit duket sikur nuk kanë fund. Prandaj këto bjeshk janë ndër vendet më ideale për kultivimin e blegtorisë. E atraksioni më i madh i këtyre bjeshkëve është liçeni i Shutmanit. Bas 4 orë rrugë që kemi bërë nëpër këto male të thepisura, më në fund arritëm atu ku kishim
cakun apo kuiq të synimyn. Jemi pranë në liçenin e Shutmanit, i cili është i vendosur në një lartësi mbydetare diku rreth 2500 metra. Natyra këtu është e mrekullueshme. I rrethuar në të katër anët me bjeshk të larta, ky liçe është mrekullia vet. Mirpo, nuk janë vetëm uji dhe bjeshkët që e bëjnë të bukur këtë hapësirë. Këtë hapësirë e bëjnë edhe më të bukur lulet nga më të ndryshmet, të cilat mund t'i gjeni këtu. E këtë rrugë të mundimshme që ne e bëm për herë të parë, bjeshkatari Mimin Dauti e ka bërë shumë herë. Andaj kush më mirë se ai mund të na flasë për këtë liçe. Më thuj për liçenin, a ka ndaj gjallësë në ta? Që ajo gjunë s'ka bjeshk. Lishteret ama nuk e në kretë. Po. Nuk e në kretë. Si ka shi kishu i plotë. U larguam nga këto pjeshk me premtimin që një ditë do të ktheheshim patjetër për t'ju zbuluar edhe pjesën tjetër të cilën nuk mundem t'ju sjellim në këtë reportazh. Në fund një informacion nga sporti. Sezoni i ri i garave të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll do të nisë më 16 gusht. Kështu është vendosur sot në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës. Komiteti Ekzekutiv në drejtimin e kryetarit Fadil Vokri debatoi për shumë çështje me rëndësi për futbollin tonë. Njëkohësisht, Komiteti Ekzekutiv mori vendim që kuvendi i rregullt i punës të mbahet më 26 gusht. Meteorologët parashojnë që mbi vendin tonë nesër të mbaj mot kryesisht i kthjellët dhe me diell temperaturat do të arrijnë deri në 27 gradë Celsius. Ndërkaq gjatë ditës pritet të ketë edhe ereshje shiu pra në pjesën e dytë të ditës. Nesër në Prishtinë do të ketë mot të ndryshueshëm me diell e me reshje shiu, temperatura deri në 25 gradë Celsius, cilat reshje do të vazhdojnë edhe të premten dhe të shtunën, temperatura do të arrijnë deri në 23 gradë Celsius, përmirësimi i motit pritet gjatë të dielës e të hënës. Edhe në territorin e Shqipërisë po mbahen moti ndryshueshëm, por kryesisht me diell dhe me temperatura deri në 33 gradë Celsius. Edhe Maqedonia po ashtu me mot të ndryshueshëm, por megjithatë me temperatura deri në 33 gradë Celsius. Dishni temperaturat edhe për vendet e tjera të rajonit dhe për Evropë. Erdhëm në fund të këtij edicioni të magazinës informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët.